Të dashur shikues të Prive Klan Kosova, ka ardhur koha për më thash bashkë me mu edhe me miftarin. Me çka po fillojmë? Fillojmë me Vivian. Një lajm interesant prej saj, ndryshe prej shumë fytyrave publike që bojnë ndërhyrje edhe që ndrojnë në heshtje ose zhdukën atë periudhë se vendosin me i postu disa fotografi prej ma herët për dërisa në këtë periudhën e rikuperimit. Vivian e ka bo një ndërhyrje në Gjëks edhe ka qenë totalisht e hapur sa i përket kësaj ndërhyrje. Shumë transparente me publikun, domethënë, s'ka pas edhe kam ikë kësaj vëmendjes edhe procedurës se qysh ka ndodhur ky ndryshim i madh në dukje të Vivian. Nështë veç fakti që jam one. Po. Kur s'm ka rënë si çfarë Gjoksi ka. Po është shumë mirë se është pej të vetme fytyra publike që e pranojnë publikisht që nuk janë një mirë me një pjesë të trupit të tyre dhe kanë bën ndërhyrja. Jo të vetme, se tash në Big Brother kemi pas shumë qika që... Kemi pas po edhe ato u dash mi nxjerr tjetër kush jo mi fol ato të para, kështu që e dim pak a shumë. Alba për shembull ka thonë që ja ka bu limi Gjoksi. Po, mas është pyet mas 20 herë pi banorëve, kështu që po kalojmë prej vivit. Po kalojmë prej vivit me një super festival, me një super lajm, me diçka që mezi e presim të gjithë. Me nxe kemi prit. Sunny Hill po rikthehet, kam fillu me ushit biletat. Dhe me një herë po është interesim të jashtëzakonshëm njerëzve që po dojnë një ditës pramte, biletat janë të shku fire. Sunny Hill është njëri për festivalive të vetme në Kosovë që matë kështu edhe sjell shumë njerëz të huaj për pas aty në vendor në skenë, edhe me zi e presin njerëz me përjetu, po edhe dikur bojnë biletat goxha shtrejt. Kështu që për që ata që to biletat e para njerëz zguten me i marrë, me i nëzon, me i blenë, nëse jo vetë, ma ndej kom një që edhe i shfrytëzojnë kështu me adhonë Kisha thonë që shkojnë shtrejt. Varët kejtë ku dënë të menajt si publik. A do menajt VIP, a do menajt pak ma ofër stage-it, kështu që Sunny Hill i ka këto, e bën diferencën. I ka të gjitha, po ideja është nuk janë çmimet të njëjta që janë qëtash që janë 2 ditë para festivalit. Para festivalit, njerëz që kanë marrë biletat në këtë kohën që kanë qëllu të lirë, i shesin ilegal në shumën marramense. E që kjo është një dukuri masive që sa i përket që këtu nuk ka gjesht Sunny Hilli. Po, ideja është nuk nga kanë dollë halo emrat edhe njerës të besojnë qatë shumë festivalit, sa që me njëherë i blejnë biletat, e urej që këtë vetë kemi me pas artist të mirë. Gjithsesi, kemi vazhdu me më thëtë dash me një qift simpatik të estradës, që është Angel edhe Dax, që nuk kemi po amoti në një paraqitje bashkë, edhe këshim vendosë së fundi me qenë pjesë e një intervjiset të Arbana Osmani, të njëri që u konë si mësit për ta. Dashuria tyre ka linë brenda Bigut edhe ka vazhdu jashtë, që sot Angel edhe Dax i kanë 2 fëmijë, do më thonë, jenë prind të 2 fëmijëve, po largë nuk e kanë qu edhe martesën. Do më thonë, e kanë bo familjen, e kanë kriju, po s'kanë po dasëm akoma këta 2, kështu që e mira në këtë historike që kishin plane për dasëm, edhe Angel edhe Dax. Edhe fëmija e përjetojnë dasmën e tyne. Po ideja është edhe Dagzi edhe Pijemi, janë 2 djemë shqiptarë shumë ngusht, që janë him Big Brother, e kanë gjetë dashurinë edhe vazhdojnë me majtë njëjtën dashuri hala. Si me hikta me urahatu aty mrena? Po, kismeti motra jam, veç me ty me atëm për bokët. Jo, bre se për krejtër. E ndohme, më stani. Më stim kësaj teme se esëm të natën të folë. Të fundit e kemi, është një dukuri që nuk në ndohet se cilin vetë që përfundon Big Brother. A din që a keshtu thonë, që jam tepër i lumtur që më ka mungu shumë që kjo periuda e post-Bigut, sidomos të banorëve, se është i vetëmi vetë që ka shku tepër gatë që kjo pjesa Demija, që si kena po banorë. Ajo si kena po. Akoma nuk i kena po, do me thonë këto banorë tona, po e ka thy akullin Eliona. U dash me përfundu komplet Big Brother për me dojnë një video e njona prej qikave me Demija. Eliona e thej akullin ndull, e keni pa edhe ma herët besoj një lajmë sa kushtë një reklame Elionës në rrjetet sociale, me gjas ato veshje tradicionale jabanke. E kështë veshti për 7.500 euro. Pak jetu më qitë pozit keqe. Se di. Po nuk i ditë në shta ato i veshje dhe... Derte tradicionale, pëse nashti nuk shkojnë për ftyre, po e rëndësish më shparja. Po për dënti që edhe Elionës kështë thonë se shkojnë për ftyre, po që ëllë po doket me Demija. Elionës, edhe Gjeneta. Edhe Gjeneta e ka njës. A i ka vesh Gjeneta vitin e kalum Demija atë mas i ka përshmu të Bigo? Edhe vitin e kalum, po Gjeneta ka vazhdu avazën e njëjtë edhe këtë vetë. Qërë më e palume. Nese, filloj kjo tash po presi me i pare, në kush ka me i vesh, nështë Aurora Suanita. Benita e pa të bë para se me him beg. E pa të thy akullin, po. Qëta është të mu kujtu kështu? Benita para se me him beg nuk është largë me që e bëm prav. Se jo.
Hygerta me 2000, Alba me 2000 kishme konë Shumë kisha pas qef me pas, sidomos Albën edhe Hygertën. Po si do që të jetë, kjo është zgjedhja e tyre edhe Edhe është mirë që s'pjarrojnë traditat. Kjo ka rëndësi. Tek e fundi traditat janë mi gjithçka. Nuk ka sens parja, nuk është parja gjithçka për to. Mos t'i him detaje të 2000-ave dhe... Po, mos harroni me na ndjek në kanalet zyrtare të Klan Kosovës në YouTube edhe në rrjetet sociale, kështu që... Deri në 2000 të ardhshme, mirë mbetçi. Mirë mbetçi.